Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin FSH 40 vjeç pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen DB 21 vjeç banuese në fshatin Mjed, pasi ditën e djeshme në aksin Shkodër-Lezhë automjeti që drejtonte është përplasur me një automjet tjetër. Specialistët për hetimet e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GA 34 vjeç, banues në Shkodër pasi dyshohet se ka goditur me grusht shtetasin PG 60 vjeç për motive të dobta. Ditën e djeshme në lagjen 10 Korriku dyshohet se për shkak të shpërtimit të një bombe gazi ka rënë zjarr në 2 baraka banimi, si pasojë janë shkaktuar dëme materiale. Punohet për dokumentimin e shkakut të rënies së zjarrit. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.